Kishte një kohë kur Ariana nuk dinte se çfarë do të thotë të kesh frikë nga e ardhmja. Kishte një kohë kur ajo vraponte në përroborrin e shtëpisë së prindërve, me flokët e lira që i fryeshin nga era e pasdites, me të qeshura që mbushnin çdo cep të asaj shtëpie të vogël, por të ngrohtë. Kishte një kohë kur ajo ndërronte me sy hapur, ashtu si bëjnë të gjitha vajzat në atë moshë të bukur e të papërsëritshme, kur bota duket si një vend i madh plot mundësi, plot drita, plot premtime. Ajo ndërronte të studionte, të bëhej dikush, të ecte nëpër rrugët e ndonjë qyteti të madh me kokën lart dhe zemrën plot. Ndërronte dashuri të vërtet, atë lloj dashurie që lexohej në librat e vjetër që i fshihte në jashtëk natën, atë lloj dashurie që të bën të ndihesh e plot, e lirë, e parë. Por ëndrat e Arianës u thyen shumë më shpejt nga sa mendonte dikush. Para se të nisim këtë histori, dua t'ju kërkoj diçka. Nëse jeni këtu tani, nëse po e lexoni këtë fjalë të parë, do të thotë se diçka ju bëri të ndaloni. Ndoshta titulli ju preku, ndoshta keni njohur dikë si Ariana. Ndoshta në thellësi të zemrës jeni ju vetë ajo Ariana. Komentoni poshtë këtij videoja dhe tregoni mendimin tuaj. A është e drejtë që familja të vendos fatin e një vajze 17 vjeçare? A keni parë ndonjëherë me sytë tuaj një histori si kjo? Komentet tuaja nuk janë vetëm fjalë, janë dëshmi, janë zëri atyre që nuk mund të flasin, kështu që flisni ju për ato. Tani, le të kthehemi te Ariana. Ariana lindi në një fshat të vogël, nga ato fshatra ku të gjithë njohin të gjithë, ku lajmi udhëton më shpejt se era, ku njerëzit rriten me një kot të heshtur që thuhet pa u thënë, gratë janë të shtëpisë, burrat janë të botës. Ky kod nuk ishte shkruar askund, nuk ishte libër që e mbante, nuk ishte ligj që e mbështeste, por ishte aty, i pranishëm si ajri, i padukshëm, por i gjithpranishëm, dhe askush nuk e vënte në dyshim. Sepse kështu kishte qenë gjithmonë, dhe kur diçka ka qenë gjithmonë kështu, njerëzit harrojnë të pyesin pse. Shtëpia e prindërve të Arianës ishte e thjeshtë, muret me gëlqere të bardhë, dyshemeja me pllaka të ftofta dimrit, oborri me pemë dardhë ku Ariana ngjitej si fëmijë dhe shikonte horizontin e largët si të kishte gjithë universin para syve. Nëna e saj, Fatime, ishte grua e heshtur, e mëshirshme, e djegur nga vitet dhe nga heshtja e shumë gjërave të pathëna. Babai, Ramizi, punëtor i ndershëm, por njeri i kohës së tij. Besonte se dashuria e vërtet ndaj vajzës tregohej duke e martuar mirë, duke e vendosur në një shtëpi të sigurt, duke i dhënë një burr. Aq, kaq. Kjo ishte dashuria e tij, e tillë si e kuptonte ai. Ariana kishte 2 vëllezër dhe një motër. Motra e madre, Donika, ishte martuar disa vjet më parë, e reja dhe ajo, edhe ajo sipas dëshirës së familjes. Ariana e mbante mend ditën e dasmës së Donikës, si kishte veshur të bardhën dhe kishte buzëqeshur, por buzëqeshja nuk ja arrinte syt. Kjo gjë i kishte mbetur si fotografi në mendje, buzëqeshja pa sy. Atëherë nuk e kuptonte, më vonë do ta kuptonte shumë mirë. Kur Ariana mbushi të 17-at, diçka nisi të ndryshojë në shtëpi, nisi të ndjejë atmosferën e ndryshuar, si presioni para shtumës kur ajri bëhet i rënd dhe qielli i errët, biseda të qeta mes prindërve që ndaleshin sapo ajo hynte në dhëm, vështrime të matuara nga nëna, sikur donin të thonin diçka por nuk gjenin fjalë, vizitat e shtuara të hallës, të nxaxhait, të afërmve. Me çaj e biseda që rrotulloheshin rreth temave të zbrasta, derisa arrinin te tema e vërtet, si rreth e vrotull, si lum që ka një destinacion të vetëm. Dhe pastaj erdhi dita. Ariana e mbante mend si sot, megjithse vitet kishin kaluar si ujë në nur. Ishte mbrëmje, kishin ngrënë darkë, ishin mbledhur në dhomën e madhe, dhe babai kishte marrë tonin e asaj zëri të vet të qetë e të prerë, që përdorte kur thoshte diçka të rëndësishme. Kishte ardhur njohje, kishte thënë. Familja e Besonit kishin dërguar shkues. Ishin njerëz të mirë, i njohur, i respektuar në zonë, kishin shtëpi, kishin tokë, kishte vëllezrit punë. Besoni vetë punonte, ishte djalosh i qetë, nuk kishte asgjë të keqe për të. Kështu kishte filluar Ramizi. Ariana e kishte dëgjuar të gjithë fjalin, por dëgjimi i saj kishte ndalur diku në mes. Kishte ndalur te fjala Besoni, te fakti se nuk e dinte kush ishte Besoni, te fakti se po vendosej fati i saj, si të ishte vendosja e një cope toke, me llogaritje, me peshim, me krahasim çmimesh. Kishte ngrënë frym thellë, kishte dashur të flas, por zëri i saj ishte ngelur i bllokuar në gryk si një gur. Nëna e kishte parë dhe kishte ardhur pranë saj, i kishte kapur dorën
Dhe me zërin e asaj ngrohtësie që vetëm nënat e kanë, kishte thënë: "Do të bëhesh mirë, bij. Do ta shohësh. Do të mësohesh. Do të mësohesh." Sa fjalë të rënda e të lehta njëkohësisht. Si të thuash: "Po, do të dhemb, por do t'i mësohet dhimbjes." Si të thuash: "Unë e di që nuk ke zgjedhje, por do ta quajmë mësohem." Ariana kishte fjetur atë natë me sytë hapur deri në mëngjes. Nuk ishte qarë, nuk ishte bërtitur, ishte shtrirë dhe kishte shikuar tavanin e dhomës së saj. Atë tavan që e dinte çdo njoll, çdo çarje të vogël, sepse kishte kaluar kaq shumë net duke e shikuar dhe duke ëndëruar. Tani shikonte atë tavan dhe mendonte: "Ky është hapi i fundit nën këtë tavan. Nesër, pas nesër, javë e muaj e vite, do të kem tavan tjetër, do të kem dhomë tjetër, do të kem jetë tjetër, por jo jetën që ndërroja." Dhe aty, në atë heshtje të natës, Ariana la diçka prapa, e la atje, ta ajo dhomë, ta i tavan, ta ajo borë me pemë dardh, e la veten e vogël, atë vajzën me ëndrat mëdha, e la librat e fshehur në një stëk, e la imazhin e saj të ardhmës, atë imazh me kokën lart në qytet. I tha natën e mirë, si të ishte bija e saj e vogël, dhe pastaj ngriti syt drejt asaj bote që po vinte, edhe pse nuk e dinte fare si dukej. Familja e Besonit erdhi shumë shpejt. Erdhi me kafe, me shqiptonja, me buzëqeshje të ngrohta dhe fjalë të ëmbla. Babai i Besonit ishte njeri i gjerë, i fuqishëm, me zë të fortë dhe duar të mëdha. Nëna e tij, Fatbardha, ishte grua e heshtur, por me sy vëzhugues, nga ato sytë që matë dhe peshojnë pa u dukur. Besoni vet ishte ardhur me vëllezrit, i kishte hidhur sytë Arianës një herë, dy herë, pastaj i kishte ulur. Nuk kishte thënë asgjë të veçantë. Ishte djalë mesatar, as shumë i bukur, as shumë i shëmtuar, me fytyrë të zakonshme dhe sjellje të zakonshme. Asgjë që tregonte diçka të veçantë, as diçka të mirë të jashtëzakonshme, as diçka të keqe të jashtëzakonshme. Ariana e kishte parë dhe kishte menduar: "Është ky. Ky është njeriu me të cilin do të kaloj tërë jetën. Ky njeri që nuk e njoh fare, që nuk e dua fare, me të cilin ndaj asnjë kujtim, asnjë ëndër, asnjë buzëqeshje të vërtet. Ky." Biseda kishte shkuar mirë, kjo ishte thënë pastaj nga të gjithë si shenjë gëzimi. Shkoi mirë. Kafja ishte pirë, fjalët e mira ishin thënë, ishte vendosur data e fejesës, kishte rënë dakordsi. Dhe Ariana kishte qëndruar atje, mes gjithë atij zhurmë njerëzish dhe gëzimit të tyre, si një figurë në sfond, si dikush që shikon filmin e vet jetës nga jashtë, pa mundur të ndërhyj, pa mundur të ndryshoj skenarin. Ajo kishte qenë 17 vjeç. 17. Në atë moshë, shumë vajza tjera po mësonin të nginin biçikletën, po bënin detyrat e shtëpisë, po ndëronin për influencerat e tyre të preferuar. Ariana po vendosej fati i saj. Në vitet që pasuan, Ariana do ta kuptonte se ai moment, ajo darkë e qetë me kafe dhe buzëqeshje, kishte qenë momenti kur porta e vogëlisë ishte mbyllur pas saj, me një klik të qetë, pothuajse i padëgjueshëm. Klik. Dhe bota kishte ndryshuar. Por tani, ne jemi ende në fillim. Tani Ariana është ende ajo vajzë me flokët e lirë dhe sytë si qielli i mëngjesit. Tani ajo nuk di ende sa ka ngelur, nuk di se sa do të dhemb, nuk di se sa do të duroj. Le ta ndjekim bashk. Dasma e Arianës u bë 2 muaj pas fejesës. 2 muaj. Në atë kohë të shkurtër, ajo nuk ishte pasur kohë as ta kuptonte mirë çfarë po ndodhte, e lëre më të bëhej gati emocionalisht për një hap kaq të madh. Por koha nuk pristej, njerëzit nuk prisnin, zakonet nuk prisnin. Dasma u organizua me gjithë traditat e vendit, me lodër, me valle, me tryeza të ngarkuara, me të afërm nga të dyja anët që vinin me dhurata dhe buzëqeshje, dhe fjalë urimesh. Ishte dasma e madhe, dasma si duhet, dasma si që bën familja kur do të tregoj se i do familjet. Familja e Ramizit kishte bërë që kishin mundur financiarisht dhe edhe më shumë, sepse ishte nder, ishte krenari, ishte shfaqja e dashurisë prindërore ndaj botës. Nëna e Arianës e kishte veshur me fustanin e bardhë me dorë, pa frym, duke i drejtuar çdo rrudh, duke i sistemuar çdo qime floku, duke qarë me sy të heshtur, ato lot që dalin vet pa ndal pa bërtitur as klithje, vetëm rridhin si lumi i qetë. Ariana e kishte parë nënën të qante dhe kishte dashur ta pyeste: "Pse qan, nëna? Nëse është gëzim, pse janë lotët kaq të rëndë?
Nëse është gëzim, pse sytë e tu ka një trishtim kaq të thellë? Por nuk ishte thënë asgjë, sepse edhe ajo vetë po qante, edhe lotët e saj po rridhnin, por i fshihte shpejt, sepse askush nuk duhej të shihte nusen duke qarë para dasmës, ose ndoshta shumë kush do ta shihte dhe do ta kuptonte, por nuk do ta thoshte, sepse disa gjëra thuhen me heshtje. Kur era e muzikës kishte mbushur oborrin, kur vallja kishte nisur, kur të gjithë kishin buzëqeshur dhe duar trokitur, Ariana kishte qëndruar në mes të atij ngazëllimi, si një figurë i kristalt, e bukur nga jashtë, e brisht nga brenda, e gatshme të thërmohet me një prekje të vogël. Por askush nuk e prekte, askush nuk pyeste, askush nuk thoshte: "Si ndihesh ti, Ariana? Je mirë? Ky është vërtet dëshira jote?" Sepse në atë botë, dëshira e vajzës nuk ishte pyetje, ishte suponim. Supozohej që dëshironte, supozohej që ishte e lumtur, supozohej se e dinte se çfarë bënte. Dhe kur dikush supozon kaq fuqishëm, edhe të supozuarit fillon ta besoj, ose të paktën fillon ta luajë rolin. Besoni kishte qëndruar pranë saj gjatë dasmës, i veshur mirë, me gazi të shëndosh, duke mbajtur dorën kur duhet mbajtur, duke buzëqeshur kur duhet buzëqeshur. Të gjithë kishin thënë se ishte çift i bukur. Ariana kishte dëgjuar fjalën çift dhe i kishte dukur si fjalë huaj, si fjalë nga një gjuhë tjetër. Çift, ata dy, bashk, sot dhe gjithmonë. Natën, kur dasma kishte mbaruar dhe shtëpia e re e priste, kur dyert ishin mbyllur dhe heshtja kishte rënë si mantel i rënd, Ariana kishte ndjerë për herë të parë madhësinë e plotë të vetmisë. Jo vetmia e njeriut që ri vetëm, por vetmia e njeriut që është rrethuar nga të tjerë, dhe megjithatë ndihet krejt vetëm, sepse askush rreth tyre nuk e njeh vërtet, nuk di vërtet kush je, nuk sheh vërtet çfarë mban brenda. Shtëpia e re ishte shtëpia e familjes së Besonit. Tradicionale kjo gjë. Nusja shkonte familja e dhëndrit. Kjo gjë ishte e natyrshme, e supozuar, e pa kuptim të pyetej. Dhe kështu, Ariana kishte lënë shtëpinë e prindërve, dhomën e saj me tavan të njohur, oborrin me pemë dardh, nënën me duart e buta dhe kishte shkuar të jetonte me njerëz të huaj, me vjehrën e saj fatbardha, me vjehrin, me kunaten, me Besonin. Javët e para ishin kaluar me përshtatje, me vëzhgim, me mësim të rregullave të heshtura të asaj shtëpie. Çdo shtëpi kishte rregullat e veta të heshtura, si gatuhet, kush ha i pari, si lahen enët, kush ngrihet i pari në mëngjes. Ariana kishte mësuar të gjitha shpejt, kishte punuar pa u lodhur kurrë, kishte buzëqeshur kur duhet buzëqeshur, kishte heshtur kur duhet heshtur. Ishte nuse e mirë, thanë gjithë të afërmit, ishte urtë, punëtore, e qetë. Por asnjë prej tyre nuk e dinte çfarë ndodhte brenda Arianës, gjatë atyre netëve kur Besoni flinte dhe ajo qëndronte zgjuar me syt hapur. Asnjë prej tyre nuk e dinte se ajo numëronte yjet e dritares dhe pyeste veten: ku e humba rrugën? Kur ndodhi? Mund të kishte qenë ndryshe? Besoni në fillim nuk ishte qenë i keq. Kjo është e rëndësishme ta themi. Nuk ishte qenë njeri i keq në fillim. Kishte qenë i ftohtë, i largët, njeri i zakonshëm me jetën e zakonshme, punë, miq, çaj mbroma, gjumë. Nuk pyeste shumë, nuk fliste shumë, nuk tregonte shumë. Ariana kishte provuar të ndërtojë diçka, të hapte biseda, të gjente pika të përbashkëta. Ndonjëherë kishte gjetur pak, shumë herë kishte gjetur vetëm heshtje. Por heshtja nuk ishte problemi i vërtet. Problemi i vërtet kishte filluar pak e nga pak, si shiu i imët që nuk e vëre derisa je i lagur krejt. Ishte pas disa muajsh martese, kur Ariana e vuri re për herë të parë. Besoni kishte ardhur vonë natën. Ishte vonë jo sa të alarmoj, por vonë sa të pyetësh. Kishte ardhur me erë cigare dhe alkooli. Jo shumë dukshëm, por e mjaftueshme. Ariana kishte qëndruar e zgjuar, kishte dëgjuar hapat e tij në korridor, kishte ndier shtratin të shkundej kur ishte shtrirë, dhe kishte ndier diçka, një ndjesi të paemërtuar mirë, diçka mes shqetësimit dhe paralajmërimit, si instinkti i kafshës që ndjen ndryshimin e motit. Të nesërmen, Besoni kishte qenë normal. Kishte ngrënë mëngjesin, kishte shkuar në punë, kishte ardhur në orën normale. Ariana kishte menduar se kishte egzageruar, se kishte qenë rast i izoluar,
se ndoshta kishte pasur ndonjë festë me shok. Por pastaj kishte ndodhur sërish, dhe sërish pas kësaj, dhe pastaj kishte filluar të bëhej model. Besoni pinte, jo çdo ditë, jo rregullisht, por shpesh sa të shquhet, shpesh sa të linte gjurmë. Pijet me shokët, pijet pas punës, pijet kur kishte stres, siç thoshte ai, sepse ai kishte gjithmonë arsye, gjithmonë justifikime, gjithmonë shpjegime që tingëllonin të arsyeshme nëse nuk i shikoje shumë nga afër. Por Ariana i shikonte nga afër. Ariana jetonte me to. Kur Besoni pinte, ndryshonte. Nuk bëhej i dhunshëm menjëherë, jo. Kjo gjë bënte çdo gjë edhe më të vështirë, sepse nuk mund ta cilësoni të qartë, nuk mund të thonje me gisht, shiko, ky është momenti kur u bë i keq. Ishte gradualisht. Fillonte me zërin që ngrihej pak, me fjalët që bëheshin pak më të mprehta, me qëndrimin që bëhej pak më i ftohtë, pak më nënçmues, pak më larg. Pastaj herëherë kishte fjalë të rënda, fjalë që Ariana nuk i kishte dëgjuar kur adresuar ndaj saj, fjalë që i binin siguri, jo fizikisht, por emocionalisht, thellë ku nuk shihej. Dhe pastaj mëngjesin tjetër, Besoni ishte si gjithmonë, sikur asgjë nuk ishte ndodhur, sikur ato fjalë nuk ishin thënë, sikur ai zë i ngritur nuk ishte qenë. Dhe Ariana nuk dinte si ta trajtonte këtë. Mund të flisje me dikë për diçka që ai e mohon, mund t'i ankoheshe nënës për fjalë që partneri yt i ka thënë natën dhe mëngjesin tjetër ka harruar? Ajo kishte provuar të flasë me Besonin një herë, me kujdes, me fjalë të zgjedhura si ecja nëpër terren minash. Kishte thënë se e kishte shqetësuar, se nuk i kishte gjendur mirë natën, se dëshironte të kuptonin bashk. Besoni e kishte dëgjuar, i kishte hidhur një shikim anash dhe kishte thënë, po egzageron, nuk ishte gjë, ishe ti nervoze. Ishe ti nervoze. Sa fjali, sa shumë kuptim, sa lëndim. Ariana kishte mshilluar gojen dhe kishte heshtur. Kjo ishte heshtja e parë e madhe, jo heshtja e atyre që nuk kanë çfarë të thonë, por heshtja e atyre që kanë shumë çfarë të thonë dhe kuptojnë se nuk ka ku t'i thonë. Kjo heshtje ishte ndryshe nga çdo gjë tjetër, ishte e rëndë, kishte peshë, mbillej brenda si far dhe ritej dal nga dal. Vjerra fatbardha e shihte gjithçka, ose të paktën shumë çka. Ishte grua e mprehtë me sy vëzhgues që nuk humbisnin gjë, por kishte edhe ajo kodin e vet heshtur. Mos ndërhy mes burre grue. Shtëpia rregullohet vet. Kohdo. Gratë durojnë, kjo është rruga. Kështu e kishte duruar edhe ajo. Kështu e kishte duruar nëna e saj. Kështu i kishin qenë breza pas breza. Tradita e durimit, trashëgimia e heshtjes. Ndonjëherë i thoshte Arianës me zot e qetë, kur ishin vetëm në kuzhinë, mos e provoko. Kur vjen vonë, mos e pyet, mos e bën nervoz. Gratë e mençura e mbajnë paqen. Ariana e dëgjonte dhe mendonte, po unë, kush e mban mua? Kush vjen e thot se unë jam mirë? Kush kujdeset për paqen time? Por nuk thoshte asgjë. Mësonte. Mësohej. Ashtu si i kishte thënë nënat natën e parë. Do të mësohesh. Nuk ishte kaluar shumë kohë kur Ariana kishte zbuluar se ishte shtatzan. Lajmi kishte ardhur si vale dyfisht. Lumturi dhe frikë njëkohësisht. Lumturi sepse fëmia ishte diçka e saja, diçka e vërtet, diçka e pastër dhe pa arsye, e pa justifikim. Fëmia nuk do t'i thoshte kur, ishe ti nervoze. Fëmia nuk do t'a kundërshtonte. Fëmia do t'a donte thjesht dhe pastër. Dhe Ariana kishte ndjerë diçka si shpirt i ri brenda vetes, diçka si qiri i ndezur mes errësirës. Por kishte edhe frika. Frika. Si do t'arrisim fëmijën në këtë shtëpi? Si do të rritet fëmia mes kësaj gjendjeje? Çfarë do të mësoj? Çfarë shembull do të shoh? Këto pyetje, Ariana e kishte mbajtur vet, pa i treguar askujt, se nuk ishte kujt t'i pregonte. Nëna ishte larg, jo gjeografikisht, por larg në kuptimin se shtëpia e saj nuk ishte më shtëpia e Arianës, dhe tradita e heshtur thoshte, bia e martuar e ka shtëpinë e saj, çuditë të cilës rregullohen brenda atij muri, jo jashtë. Shtatzania kishte ndryshuar gjërat pak. Besoni kishte qenë pak më i pranishëm, pak më i kujdesshëm. Ndoshta sepse krenaria e babësisë së ardhshme kishte mbizotëruar për pak. Familja e tij kishte qenë e gëzuar. Vjera fatbardha kishte filluar të trajtojë Arianën me pak më shumë kujdes, t'i sjell çaj herët në mëngjes, t'i lehtësoj punët e shtëpisë. Kishte qenë periudhë gjatë. Ariana kishte marrë frymë. Por kishin qenë muaj, vetëm muaj. Sepse kur fëmia kishte ardhur në botë dhe gëzimi i lindjes kishte kaluar dhe jeta e përditshme kishte rifilluar, gjithçka kishte rënë sërish në vendin e saj të vjetër.
Djali i tyre kishte lindur me sy të mëdhenj dhe gishta të vegjël si petale lulesh. Ariana e kishte parë dhe kishte ndier diçka kaq të fortë, kaq të papërkufizuar, sa kishte menduar. Kjo është arsyeja. Ky është arsyeja pse kam ardhur. Ky fëmijë i vogël, ky paketë e vogël njeriu, ky zemër jashtë trupit tim. E kishin quajtur Erion. Erion kishte sytë e Arianës, ato sytë e hapur e kurreshtar, dhe kishte buzën e Besonit, të trash pak në anë. Kombinimi i dy botëve, i dy historive, i dy njerëzve që kishin ndërtuar jetë bashk, jo sepse e kishin zgjedhur nga zemra, por sepse kjo kishte qenë rruga. Muajt pas lindjes kishin qenë ndër më të vështirët e jetës së Arianës, edhe pse gëzimi i Erionit ishte i pamohueshëm. Ditët e shkurtra, netët e gjata, trupi i lodhur, mendja e sforcuar. Por kjo ishte lodhja normale e nënave, lodhja e re, lodhja që shoqëron lumturinë. Këtë Ariana e pranonte dhe mbante me durim. Ajo çfarë nuk pranohej dot, ajo çfarë nuk mbahej dot, ishte tjetra, Besoni, i cili vazhdonte të dilte natë me shokët, vazhdonte të pinte, vazhdonte të vinte vonë. Ndërkohë fëmia qante, Ariana nuk flinte, dhe Besoni flinte thellë si të mos kishte asnjë përgjegjësi. Kur Ariana kishte provuar t'i tregonte, t'i thoshte se ishte e lodhur, se kishte nevojë për ndihmë, Besoni kishte shkrunjur. Fëmijë ka pasur gjithmonë, nënat i mbajnë. Nëna ime i ka mbajtur 5. 5 fëmijë, kishte thënë me krenari, si ti ishte argument, si të dëftonte se ngarkesa e Arianës nuk meritonte ankesë, sepse dikush tjetër kishte mbajtur edhe më shumë, si ta minimizoje dhimbjen, duke e krahasuar me dhimbje edhe më të mëdha. Ariana e kishte kuptuar atëherë se ky ishte mendimi i tij, kjo ishte bota e tij, dhe të ndryshosh botën e dikujt nuk është punë javësh apo muajsh, është punë gjeneratash. Erioni rritej, filloi të ecë, të flasë, të buzëqeshi, të ngjitej në përguri e karige e bënte zemrën e Arianës të qartë nga dashuria. Ariana ishte nëna e dedikuar, ajo që ishte kurdoherë aty, ajo që dinte çdo gjë për fëmijën, ku i dhemte, çfarë i pëlqente, kur kishte gjumë, çfarë ëndëronte. Dashuria e saj për Erionin ishte e vetmja gjë e patrazuar në jetën e saj, e vetmja burim gëzimi i pastër. Por fëmijëria e Erionit po ndodhte brenda një shtëpie me tensione. Fëmijët ndjejnë gjithçka, edhe kur nuk kanë fjalë për ta shprehur. Ndjejnë kur atmosfera është e rëndë, kur prindrit nuk flasin mirë, kur buzëqeshja e nënës ka pak nga ajo trishtimi i fshehur. Ndjejnë kur baba vjen vonë, me erë të pakëndshme, dhe nëna hesht dhe lan enët me shumë zhurmë, pa thënë asgjë. Erioni, si fëmijë i vogël, ndonjëherë ngjitej te këmba e Arianës dhe shikonte me ato sy të mëdhenj si të pyeste: "Çfarë ka nën? Pse je kështu?" Ariana e merrte, e shtrëngonte fort dhe i thoshte: "Asgjë nuk ka zemra e nënës, gjithçka është mirë." Por fëmijët dinë, fëmijët gjithmonë dinë. Pas disa vitesh, erdhi edhe vajza e tyre, Sera. Sera kishte flokët e arta si gruri dhe qeshjen si kambanat e kishës. Ariana e donte po aq sa Erionin, me atë dashuri nëne që nuk ndahet, që nuk zvoglohet, që shumë fishohet vetiu. Me 2 fëmijë, Ariana kishte edhe më pak kohë për veten, por edhe më pak arsye ti mendonte vetes. Fëmijët ishin arsyeja, fëmijët ishin mëngjesi dhe mbrëmja, fëmijët ishin bota. Por brenda asaj bote, Ariana mbarte gjithnjë e më shumë. Besoni kish filluar të pinte edhe më shpesh. Kur pinte shumë, bëhej i papërgjegjshëm plotësisht. Nuk vinte darkën, nuk lajmërohej, nuk jepte llogari. Ndonjëherë vinte natën dhe gjeja kishte rënë, si zhurma e pashmangshme, si zëri i ngritur, fjalë të rënda, hedhje gjërash, sjellje që linin Arianën dhe fëmijët të trembur. Erioni dhe Sera kishin mësuar të flejnë në dhomën e tyre kur babai vinte me atë gjendje. Kjo gjë Arianës i diqte zemrën si zjarr i hapur. Fëmijët e saj po mësonin të kishin frikë, po mësonin ta qonin natën duke u fshehur, po rriteshin me ankthin si shoqërues të heshtur. Një natë, Besoni kishte ardhur shumë vonë, shumë i pirë, dhe kishte filluar të bërtas për gjëra pa kuptim, për darkën që nuk ishte si duhej, për shtëpinë, për Arianën.
Ariana kishte qëndruar e qetë, me zërin e ulët, duke u përpjekur të mos eskalojë situatën, por Besoni kishte vazhduar, kishte ngritur zërin edhe më shumë, dhe në atë moment, Erioni kishte dal nga dhoma e tij, 7 vjeç, me sytë e mëdhenj, plot frikë, dhe i kishte thënë me zërin e tij të vogël: "Mjaft, baba." Heshtja që kishte rënë pas asaj fjale të vogël, kishte qenë heshtja më e rëndë që Ariana kishte dëgjuar ndonjëherë. Djali i saj 7 vjeç i kishte thënë babait mjaft, 7 vjeç. Dhe ky moment i vogël e i tmerrshëm, kishte ndezur brenda Arianës diçka që nuk do të shuhej kurrë më. Por ende nuk ishte ardhur koha. Ende kishte shumë rrugë për të ecur, shumë mure për të goditur, shumë herë për të thënë vetes: ndoshta nesër bëhet mirë, ndoshta ndryshohet, ndoshta ky është hapi i fundit i keq. Kur Ariana her pas here tregonte diçka te nëna e saj, e vogël, vetëm fragmenta, jo gjithçka, nëna e dëgjonte me fytyrë të shqetësuar, dhe pastaj thoshte gjithmonë të njëjtën gjë: "Duro, bi, burri është kështu, edhe babai yt nuk ka qenë gjithmonë i lehtë. Duron dhe kalon." Duron dhe kalon. Kjo fjali kishte bërë xhiro në përmendjen e Arianës hundra herë. Sa herë e kishte dëgjuar, sa herë e kishte thënë vetë, sa herë i kishte shërbyer si justifikim. Por gjërat nuk kalonin. Gjërat mbeteshin, grumbulloheshin, shtresoheshin mbi njëra tjetrën si shtresa e argjili pas shiut, derisa pesha bëhej aq e madhe sa nuk mbahej dot. Babai i Arianës, Ramizi, nuk dinte shumë hollësi. Apo ndoshta dinte, por nuk pyeste, sepse nëse pyesësh, duhet të veprosh, dhe veprimi do të thoshte turp, do të thoshte debat, do të thoshte tronditje e gjithë strukturës sociale që kishte ndërtuar. Martesa e vajzës ishte investimi i nderit familjar. Ta shkatërroje do të thoshte ta ktheje atë investim, dhe kjo nuk bëhej. Kur Ariana njëherë, në një moment dobësie dhe lodhje të skajshme, kishte guxuar të thot me zë pak më të lartë se kurrë se nuk mund të vazhdonte kështu, babai kishte ngritur zërin dhe kishte thënë: "Çfarë do të thot nuk mund? Ke burr, ke fëmijë, ke shtëpi. Çfarë të mungon? Turpin mos na e bëj." Kishte dal nga dhoma pa pritur përgjigje. Turpin mos na e bëj. Kjo fjali kishte rënë mbi Arianën siç e kanë. Turpi. Turpi i saj nuk ishte ajo çfarë i bëhej, por ajo çfarë ajo mund të bënte nëse largohej. Turpi nuk ishte situata, turpi ishte reagimi ndaj situatës. Kjo logjik çuditërisht kishte kuptim brenda asaj bote, brenda atij kodi të heshtur. Grua që largohet nga burri është turp. Grua që qëndron dhe duron, sa do të vuaj, është grua e ndershme, grua e fortë, grua e mirë. Ariana kishte kuptuar tashmë se ajo ishte e bllokuar nga shumë anë, nga Besoni nga njëra anë, nga Vjerra nga ana tjetër, e cila e donte nënën e shtëpisë të qetë e punëtore, dhe jo grua që ngre çështje. Nga prindrit e saj, të cilët e donin, por donin edhe nder, nga shoqëria e fshatit dhe e lagjes, ku gjithkush fliste për gjithkënd dhe ku lajmi i ndarjes do të vinte si bombë, nga zinxhirët e padukshëm të normave dhe traditave, të cilat nuk kishin emër, por kishin forcë. Zinxhirët e padukshëm, kjo është fjalia, sepse shumë njerëz kur dëgjojnë histori si kjo thonë: "Pse nuk largohej? Pse qëndronte?" Por ata që pyesin kështu, nuk i kanë ndjerë kurrë zinxhirët e padukshëm. Zinxhirët e çfarë do të thonë njerëzit, zinxhirët e ku do të shkosh me 2 fëmijë, zinxhirët e fëmijët ka nevojë për baban, zinxhirët e fajit dhe të turpit dhe të frikës, zinxhirët e dashurisë ndaj fëmijëve, që të bëjnë të mendosh: ndoshta nëse qëndroj bëhet mirë, ndoshta nëse duroj edhe pak bëhet mirë, për ta, jo për mua, por për ta. Ariana mbante gjithë këto zinxhir brenda vetes dhe vazhdonte të ecte. Vazhdonte të gatuante, të pastronte, të kujdesej për fëmijët, të shkonte në punë të vogla që kishte gjetur, të kthehej, të vazhdonte. Ishte makina e jetës, ekzekutori i detyrave, njeriu që kishte gjithçka dhe nuk kishte asgjë. Por njerëzit nuk janë makina, dhe zemrat nuk janë pajisje pa kufi tolerance. Vitet kalonin. Erioni u rrit dhe filloi shkollën, pastaj u bë adoleshent me seriozitetin e tij të heshtur dhe mençurinë e vogël të fëmijëve që kanë parë shumë. Sera u rrit me atë qeshjen e saj si kambanat, por me sytë që ndonjëherë ishin shumë të rritur për moshën.
Ariana i shikonte, dhe shihte tek ata jo vetëm fëmijë të lumtur, po edhe dy qenie njerëzore që po formoheshin mes tensioneve. Po mësonin se çfarë ishte martesa, po mësonin çfarë ishte familja, po mësonin se si trajtohej gruaja e shtëpisë. Kjo mendimi ishte prerë si thik. Ajo çfarë po mësonin fëmijët e saj nga ky shembull. Erioni kishte filluar të tregonte shenja ankthi. Ishte shumë i kujdesshëm, tepër i rregullt, tepër i matur, tepër i friksuar nga konfliktet. Nuk ishte fëmijë spontan, nuk bënte telashe normale, ishte gjithmonë i matur, sepse kishte mësuar se konflikti ishte i rrezikshëm. Sera, nga ana tjetër, bëhej gjithnjë më e mbyllur, fshihte emocionet, buzëqeshte kur nuk kishte pse, si dikush që kishte mësuar se emocionet negative duhen fshehur. Ariana kishte parë vetveten tek Sera, ajo vajzë e re që fshin emocionet, që mëson të buzëqesh pavarësisht, që mëson heshtjen si mjet mbijetese. Dhe kjo pamje e kishte friksuar më shumë se çdo gjë tjetër. Në të njëjtën kohë, Besoni kishte vazhduar rrugën e tij. Pirja kishte bërë lëkundje, periudhat mira kur pinte pak ose as pak, periudhat këqija kur pija dominonte. Ariana kishte mësuar ta lexojë si libër. Disa shenja tregonin se ishte nisur periudha e keqe, disa shenja tregonin ndryshimin. Ky lexim i vazhdueshëm, kjo vëzhgim i mërzitshëm, ky lajmërim i vazhdueshëm i rreziqeve, ishte lodhës në mënyrë që nuk shpjegohet lehtë. Ishte lodhje e shpirtit, jo e trupit. Kishte edhe momente kur Besoni tregonte herë të rralla butësi, kur pinte kafe me Arianën dhe fliste normalisht, kur merrte Erionin dhe Serën dhe shkonin bashk diku, kur dukej sikur gjërat mund të ishin ndryshe. Këto momente ishin më të rrezikshmet, sepse t'jepnin shpresë, dhe shpresa është gjëja që të bën gjatë, po edhe gjëja që të djeg më shumë kur shuhet sërish. Ariana kishte bërë shpresë dhe kishte parë shpresën të shuhej hundra herë, dhe çdo herë që shuhej brenda saj ndizej pak më pak, si një çezme që pikon. Çdo pikë e vogël, por grumbullohet derisa befas dikur është plot dhe del. Vitet e mesme të martesave kishin qenë edhe ato të veçanta. Ariana kishte filluar të punoj, fillimisht punë të vogla, pastaj punë pak më të qëndrueshme. Kishte nisur të kishte pak para të veta, pak pavarësi ekonomike, pak botë jashtë mureve të shtëpisë. Kjo kishte frymë e vogël, dritare e hapur. Kishte takuar njerëz, kishte biseduar me gra të tjera, kishte parë jetë tjera. Dhe duke parë jetë tjera, kishte filluar të kuptojë se ajo çfarë kishte ajo nuk ishte normale, nuk ishte e domosdoshme, nuk ishte e pashmangshme. Kishte miq të punës, gra që flisnin haptazi për jetën e tyre, për martesat e tyre, për problemet e tyre. Dhe Ariana i dëgjonte dhe vinte re. Ato ankohen, ato diskutojnë, ato ndryshojnë, ato largohen nëse duhet. Nuk janë të bllokuara nga i kodi i heshtur. Ose ndoshta janë edhe ato, por jo aq sa Ariana, ose ndoshta e kishin thyer atë kod. Një nga miqet e punës, Shpresa, grua pak më e madhe në moshë, e kishte parë Arianën një herë me sytë e fryer pas një nate të keqe dhe i kishte tërhequr mënjan dhe i kishte thënë: "Ariana, flisni me mua, çfarë po ndodh?" Dhe Ariana, për herë të parë në shumë vite, kishte hapur gojën dhe kishte treguar. Jo gjithçka, por shumë. Kishte rrjedhur si lum pas shirave, shumë fjalë të mbajtura gjatë, shumë ndjenja të shtresuara. Shpresa e kishte dëgjuar deri në fund pa e ndërprer, pastaj kishte thënë: "Ti meriton diçka më mirë. Fëmijët e tu meritojnë diçka më mirë." Kaq thjesht, 4 fjalë. Ti meriton diçka më mirë, por ato 4 fjalë kishin rënë në zemrën e Arianës si shirat e parë të pranverës mbi tokë të thatë. Ti meriton diçka më mirë. Kishte qenë hera e parë në shumë vite që dikush ja kishte thënë këtë. Jo duro, jo kjo është jeta, jo çfarë do të thonë njerëzit, por ti meriton diçka më mirë. Kulmoi një herë, çdo gjë kulmon një herë. Ishte natë e zakonshme në fillim, natë si të tjerat, me fëmijët e fjetur, me Arianën ende zgjuar duke sistemuar gjërat të shtëpisë. Besoni nuk kishte ardhur. Ora kishte kaluar mes natën, kishte kaluar njëra, kishte kaluar dyja. Ariana kishte dërguar mesazh, nuk kishte marrë përgjigje. Kishte thirrur, telefoni kishte rënë. Ishte ulur të priste, si kishte pritur hundra net, me atë ndjesi familjare të stomakut të ngurtë dhe mendjes aktive. Kishte ardhur në orën 3, shumë i pirë, më i pirë se zakonisht. Kishte hyrë me zhurmë, kishte rrëzuar diçka në korridor, kishte thirrur me zë të lartë.
Ariana kishte dalë ta ndihmonte dhe Besoni kishte filluar të bërtas. Fjalë pa kuptim, akuza pa bazë. Zëri i tij kishte mbushur gjithë shtëpinë. Dhe pastaj kishin dalë Erioni dhe Sera, të dy me fytyrë të zbehtë dhe syt plot frikë. Sera kishte filluar të qajë në heshtje, pa bërtitur, vetëm lot të rrjedhin. Dhe Erioni, i cili tashmë ishte rritur, kishte qëndruar ndërmjet prindërve me trupin e tij dhe kishte thënë me zërin e tij që tashmë po bëhej zë burrash. Mjaft baba, mos ja bë nënës kështu. Besoni e kishte parë djalin e tij dhe kishte heshtur. Pastaj kishte hyrë në dhomë dhe kishte rënë të flinte. Dhe Ariana kishte mbetur atje, mes dy fëmijëve të saj, me Serën që qante dhe Erionin që e mbante të qetë dhe kishte ndjerë diçka që ndryshohej brenda vetes. Ishte si tërmeti i brendshëm, i qetë nga jashtë, por rrënues nga brenda. Diçka ishte thyer, jo nga zemra, por nga durimi i vazhdimit. Kishte marrë Serën në krah dhe kishte tërhequr Erionin afër dhe kishte ulur kokën mbi kokat e tyre dhe kishte qarë, për herë të parë ndoshta me zë, pa e frenuar, pa e fshehur. Fëmijët e kishin mbajtur, kush e mbante kë? Atë natë, pasi fëmijët ishin fjetur sërish dhe shtëpia kishte rënë në heshtjen e natës së thellë, Ariana kishte shkuar në kuzhinë, kishte ndezur dritën e vogël, kishte bërë kafe dhe kishte ulur dhe kishte pyetur veten pyetjen që i kishte shmangur për vite. Deri kur? Deri kur do të priste? Deri kur fëmijët të rriteshin kaq shumë sa dëmi të ishte i papritur? Deri kur ajo vetë të shuhej krejt, të mbetej vetëm guaska? Deri kur? Çfarë priste? Çfarë ndryshimi? Nuk ishte asnjë arsye të besonte se diçka do të ndryshonte. Vitet e kishin treguar këtë. Gjërat nuk ndryshoheshin me pritje, nuk ndryshoheshin me durim, nuk ndryshoheshin me heshtje. Kishte pirë kafen ngadalë, deri në fund, dhe kishte lënë filxhanin bosh në tryezë dhe kishte menduar. Kam 2 fëmijë, kam shpinë, kam duar, kam mend. Çfarë tjetër duhet? Vendimi nuk u mor në një ditë. Vendosej ngadalë, si kristali formohet ngadalë, pik pas pike, shtresë pas shtrese. Por pasi u formua, ishte i fortë si kristali. Ariana filloi të planifikonte me kujdes dhe me qetësi të jashtme, ndërsa brenda saj ishte shtrëngate. Filloi të ruante pak para sa mund. Filloi të flas me shpresën, me kujdes, me pyetje praktike, çfarë bëhet, si funksionon, çfarë hapash ka. Shpresa e kishte ndihmuar me informacion, me kontakte, me mbështetje, pa presion, pa gjykim, vetëm duke qenë aty. Kishte folur edhe me një avokate, fshehtas, kishte marrë informacione bazë. Fëmijët do të mund të ishin me të. Kjo kishte qenë gjëja e parë që kishte pyetur. Fëmijët, gjithmonë fëmijët. Pastaj kishte ardhur dita kur i kishte thënë Besonit. Ishte mëngjes, fëmijët ishin në shkollë, dhe Ariana kishte ulur ballë për ballë dhe kishte thënë me zërin e qetë dhe të vendosur, atë zë që kur e dëgjon e di që nuk ka kthim prapa. Nuk mund të vazhdoj kështu. Dua të ndahemi. Besoni e kishte parë sikur nuk kishte dëgjuar mirë. Pastaj kishte ngritur zërin. Pastaj kishte ulur. Pastaj kishte qenë i ftohtë. Pastaj kishte filluar faza e premtimeve. Do të ndryshoja, do të ndalja. Jep edhe një herë shans. Ariana e kishte dëgjuar dhe brenda vetes kishte thënë: "E kam dëgjuar kaq herë, nuk është herë e parë. Premtimet s'janë argat." Por me gojë kishte thënë: "Kemi provuar, kemi pritur, kemi dhënë shansa. Nuk ka ndryshuar asgjë. Nuk mund të rrisë fëmijët kështu." Besoni kishte larë gojen me fjalë të rënda, kishte dalë nga shtëpia me derë, dhe Ariana kishte mbetur vetëm, me zemrën sigur, por me vendimin si pishtar. Pastaj kishte filluar shtrëngata e vërtet, sepse vendimi ishte vetëm fillimi. Pas vendimit vjen bota e jashtme me gjithë peshën e saj. Prindrit e Arianës kishin ardhur. Ramizi kishte qenë i ashpër. "Çfarë ke bërë? A e di çfarë po bën? Fëmijët pa baba, ti vetëm. Çfarë jete do të kesh?" Nëna kishte qenë me lot, me fjalë të ngjirura nga dimja. "Bi, mos e bëj. Pendohesh. Çdo familje ka vështirësi. Gjithë njerëzit kanë probleme." Kishin ardhur hallat, kishin ardhur xhaxhallarët, kishin ardhur kushërinjt, secili me fjalën e vet, secili me këshillën e vet, secili me presionin e vet. Çfarë do të thonë njerëzit? Kjo fjali ishte thënë kaq shumë herë se Ariana filloi ta dëgjonte si muzikë e mërzitshme. Çfarë do të thonë njerëzit? Njerëzit do të thonë, njerëzit do të flasin, por njerëzit nuk e dinin. Njerëzit nuk kishin jetuar brenda asaj shtëpie. Njerëzit nuk kishin parë fytyrën e Serës kur qante heshtazi. Njerëzit nuk kishin parë Erionin të flejë me dëgjim të shquar, gjithmonë gati ndaj zhurmave.
Njerëzit nuk kishin mbartur atë peshë vite me radhë. Familja e Besonit, nga ana e tyre, kishte ardhur me qëndrime të ndryshme. Vjera Fatbardha kishte qenë surprizë, kishte ulur syt dhe kishte thënë fare pak. Ndoshta edhe ajo dinte, ndoshta edhe ajo kuptonte, nën të gjitha ato norma të heshtura, se disa gjëra nuk mbaheshin pafundësisht. Por trysnia kishte vazhduar javë pas jave. Ariana ishte nën presion nga të gjitha anët. Ndonjëherë natën kishte dyshuar. Ndoshta po bëja gabim? Ndoshta fëmijët kishin nevojë për baban? Ndoshta mund ta jepja edhe një herë shansin. Dhe pastaj shikonte fëmijët dhe mbante mend natën kur Sera kishte qarë heshtazi dhe Erioni kishte dalë si mburoj mes prindërve, dhe thoshte: "Jo, jo sërisht." Njëherë, gjatë kësaj periudhe të tensionit të lartë, Erioni kishte ardhur te Ariana dhe kishte thënë diçka që ajo nuk do ta harronte kurrë. Kishte thënë me atë qetësinë e tij të hershme të rriturve: "Nëna, bëj çfarë është mirë. Ne jemi me ty. Ne jemi me ty." Djali i saj kishte thënë: "Ne jemi me ty." Jo baba, por ne. Ai kishte zgjedhur fjalën ne me kujdes, duke përfshirë edhe Serën, edhe veten. Kishte thënë: "Ne jemi me ty", si të thoshte: "Mos ki frikë, nuk je vetëm, kash që të shkosh, ne vim." Ariana kishte mbajtur atë fjalë si flak në grusht dhe kishte vazhduar. Procesi i ndarjes nuk kishte qenë i lehtë as juridikisht, as praktikisht, as emocionalisht. Kishte ditë kur lodhja ishte aq e madhe sa mezi ngrihej nga shtrati. Kishte ditë kur frika e të nesërmes ishte aq e pranishme sa i mjegullonte të sotmen. Kishte ditë kur malli për çka mund të kishte qenë, për ato momente her pas here kur kishte ndritësuar drita e vogël e shpresës, ishte kaq i dhimbshëm sa ndjehej si humbje aktive. Por kishte edhe ditë kur ndihej e çliruar, ditë kur zgjohej dhe nuk kishte atë ndjesi të gurit në stomak, ditë kur gatuante me qetësi dhe fëmijët hanin e qeshnin, dhe shtëpia e vogël ku kishin gjetur strehim të përkohshëm tingëllonte si shtëpi e vërtet, jo vetëm hapësirë e zënë. Këto ditë e ushqenin. Këto ditë ishin premtimi i asaj çfarë mund të ishte. Prindërit e Arianës me kohë filluan të pranonin, jo me entuziazëm, jo me kuptim të plot, por me atë lloj pranimi të lodhur, kur kuptojnë se vajza nuk kthehet prapa, kur shohin se ajo është vendosur, kur fillojnë të shohin fëmijët e saj dhe kuptojnë se nëna e fëmijëve duhet të jetë e fortë dhe jo e thyer. Ramizi njëherë kishte ardhur pa paralajmërim dhe kishte parë Arianën duke punuar, fëmijët duke bërë detyra pranë saj dhe kishte ullur kokën dhe kishte thënë: "Po shihni mirë." Vetëm kaq, por nga Ramizi, ky ishte shumë. Nëna e kishte vajtur disa herë dhe ndonjëherë kishte sjell ushqim dhe kishte ndihmuar me fëmijët. Dhe mes atyre vizitave e atyre kuzhinave të vogla të ndara, kishte rindërtuar urën që presioni dhe tradita e kishte dëmtuar. Nuk ishte e njëjtë, nuk mund të ishte e njëjtë, por ishte diçka. Ndërkohë Ariana punonte me gjithë energjinë e trupit dhe shpirtit. Ishte nën dhe baba dhe kontabiliste e shtëpisë dhe mësuese dhe shok dhe i gjithë sistemi mbështetës i 2 fëmijëve të saj. Ishte e lodhur zakonisht, por ishte e lodhur ndryshe nga më parë. Lodhja e mëparshme kishte qenë gërryese, kishte qenë lodhja e njeriut që ecën pa destinacion, pa sens. Kjo lodhje kishte destinacion, kishte sens, ishte lodhja e ndërtimit, jo e mbijetesës. Ekziston në jetën e disa njerëzve një moment kur ndjejnë se kanë lindur sërisht, jo fizikisht, por shpirtërisht, moment kur diçka hapet brenda tyre si dritare, pas shumë kohësh e mbyllur, dhe hyn ajri dhe drita dhe ngrohtësia, dhe e kuptojnë se kanë jetuar kaq gjatë pa ajër dhe pa dritë, pa e ditur fare se sa u mungonte. Ariana e ndjeu këtë moment një herë të thjesht, gjatë ditës normale. Ishte pas dite e vonë, fëmijët ishin kthyer nga shkolla, Erioni bënte detyra me kokforcinë e tij të heshtur, Sera këndonte diçka nën mund, ndërkohë që vizatonte. Ariana po bënte darkën, dhe erja e supës kishte mbushur apartamentin e vogël, dhe muzikë lehtë luhej nga telefoni, dhe dielli po perëndonte nëpër dritare, dhe ngjyroste gjithçka me ngjyrat e artë të pasdites. Dhe aty, në atë çast krejt të zakonshëm, Ariana kishte ndjerë: jam mirë, jo perfekte, jo pa probleme, jo pa frikë për të ardhmen, por jam mirë, jam këtu,
fëmijët janë mirë, shtëpia tingëllon si shtëpi, zemra nuk është gur, frymar pa ndjer pesh. Kishte ndalur supën dhe kishte mbajtur lugën dhe kishte qëndruar aty dhe syti ishin mbushur me lot, por nuk ishin lot të dhimbjes, ishin lot të tjerë, nga ata lot që nuk kanë emër të sakt, por janë diçka mes mirënjohjes dhe lehtësimit, dhe trishtimit të gjërave të kaluara dhe shpresës së gjërave që vinë. Sera e kishte parë dhe kishte dalë nga dhoma dhe kishte shkuar pranë saj dhe e kishte marrë për dore. "Çfarë ke nën?" Ariana kishte ulur kokën dhe kishte buzëqeshur me lot. "Asgjë nuk kam, zemra e nënës. Jam shumë mirë." Dhe kësaj here, kur kishte thënë "jam mirë", nuk kishte gënjur. Historia e Arianës nuk është historia e një gruaje të veçantë, është historia e shumë grave, e shumë Arianave, e shumë vajzave të martuar me shkuesi në moshë të re, pas zgjedhje, pas zë, pa mundësi të thonë jo, jo tani, jo ky, jo kështu. Është historia e grave që durojnë sepse u thuhet se durimi është virtyt, që heshtin sepse u thuhet se heshtja është ndershmëri, që qëndrojnë sepse u thuhet se largimi është turp, që sakrifikojnë veten tër ditën, tër natën, dhe pastaj fajsohen kur nuk kanë mbetur asgjë nga vetja. Ariana sot është grua e lirë, jo grua pa probleme, sepse jeta ka gjithmonë probleme, jo grua pa dhimbje, sepse disa plag shërohen ngadalë dhe lënë shenja, por grua e lirë, grua e zgjedhur, grua e saj. Erioni dhe Sera arriten pra një nëne që i mëson çdo ditë, jo me fjalë, por me shembull, se gruaja meriton respekt, se dashuria nuk është e njëjtë me durimin e mungesës së respektit, se forca nuk është të qëndrosh kur të lëndojnë, por të kesh guximin të largohesh kur duhet, se zgjedhja e vetes nuk është egoizëm, por mbijetesë dhe dinjitet. Ariana kur nuk ka folur keq për Besonin para fëmijëve, kur nuk i ka mësuar të urrejnë, sepse Ariana e di se ata janë gjysmë prej tij dhe nuk mund të urresh gjysmën e fëmijëve tu. Ajo u ka lënë hapësirën dhe lirinë e tyre të shpirtit, pa helmuar me inat, pa ndërtuar mure urrejtjeje, por pa fshehur as të vërtetën kur fëmijët janë rritur sa të pyesin dhe të kuptojnë. Her pas here, kur Erioni e pyet diçka rreth kaluarën, rreth asaj kohe, Ariana i thot të vërtetën me fjalë të thjeshta. "Nëna juaj bëri çfarë duhej bër, bëri atë që duhej bër për ju dhe për veten. Kjo është gjithçka." Kjo është gjithçka. Nëse ke dëgjuar deri këtu, ke çuar kohën tënde dhe vëmendjen tënde me këtë histori. Faleminderit, sepse çdo herë që dikush dëgjon historinë e Arianës, ajo histori bëhet pak më pak e vetmuar. Çdo herë që dikush dëgjon dhe mendon dhe ndjen, diçka ndryshon, sadopak brenda botës. Ndoshta ti njeh dikë si Ariana, ndoshta ajo jeton pranë teje, ndoshta është shoqja jote, motra jote, kushërira jote. Ndoshta ti vetë ke jetuar diçka të ngjashme, ndoshta je duke jetuar tani. Nëse je duke jetuar tani, dëgjom, ti meriton diçka më mirë. Jo nesër, jo kur bëhet mirë, jo kur kalojnë gjërat. Tani. Meriton tani. Dhe nëse je njëri që ka dëgjuar këtë thot, po duroj, mos ja kthe me duro edhe pak. Ktheja me jam këtu. Çfarë ke nevojë? Historia e Arianas nuk mbaroi me ndarjen, mbaroi me fillimin. Ndarja ishte fundi i asaj jete, por fillimi i jetës tjetër. Dhe jeta tjetër, edhe me të gjitha vështirësitë e saj, edhe me lodhjen e vetmbështetjes, edhe me netët kur frika vinte si hije, ishte e saj, vërtet e saj. Komentoni poshtë dhe tregoni mendimin tuaj. Keni njohur histori si kjo? Çfarë mendoni? Zëri juaj ka rëndësi, dhe ndoshta me zërin tuaj do t'i jepni forcë dikujt atje jashtë që po dëgjon dhe ka nevojë të di se nuk është vetëm. Ariana është mirë, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme.